Mua më bërë. Ka ushqimi, stresi, ftofja. Jam e mëjt. Dhe fjetë. S'ka rëndësi. Kemi zarf që duhet lexu sot. Deni gjitha që po boni të lexojmë zarfin. Lere shoqet le ti marrim malli. Do t'i temi pakagaj. S'ka mas shumë. Do t'i temi pakagaj ka e nuk do dritë. Qa është, na, vishe këtë. Se e si karkalecon ada. Shkeme mami ishte lartë farë. Ne një të ngrotë, pas taj gjvi shokatë që të gjash bukur. Na, pritë se të një mojë. Ja, vetëm me këtërë. Ja, fute dorën të Haberet gjithmonë të mirë, në ku kena morë një lajmë të keshë. Morë një lajmë të keshë. Vetëm për mirë. Ne për të mirë ekzime e në mladë. Oqe. Atë thot, bëjeni shpejt thot se do lahet Bibi. Brikenat kam thonë më rëmba e si. Adja mirë, Grace. Të rëmuni më si. Këti i thira Romario. Rregullo mikrofonin. Jo. Për të ilustru Brikenën. Blero, Mirë me i thash bregu, më falë. Mirë sola, nuk... Mirë thash më falë. Mo ti do unë skjaf. Rregullo mikrofonin. Po, hajde Lali. Jemi të mbledh këto kokrat e fustonit natës se doja qoj stilistit i shepi prapë. Ta bëj fustonit. Që e në gjithë si Temina. Hajde, Jona! Gresa, more gjë bateri. More gjë bateri këtu. Gresa, more gjë bateri. Ta kisha ndruar unë. Ta kisha ndruar bateri ku po flije gjumë. 10 ditë këtu. E që i është edhe Ta kam ndruar bateri ku po flije gjumë. A ishe këtu e dyta e para. E dyta, ta kam ndruar unë bateri. Ja, vësë të unë kam qenë keq 2 ditë se miku një shok që do shumë pianist. No, vej. E ta lexojmë të shavë Ka kështu, do më thonë rokada, krejtë anormale, si ku me qenë me hostel, pas në vëllike. Kështu që këtu je kështu. Po du të më fiksonu, për dhe di që të umbësh, se... Jo, së shpuna për të unë, po ja për shumë diteket atit nominon mu, që unë mund t'jem krye jashtë me votim, kupton? Ta haj kush ta haj, do me bëj një model kuantik që askush nuk është i sigurt. Qise është brënda këtu, për jashtë është ndryshë. Do me bëj një model, po. Tu hap shes të koretit, ja një fustan. Hajde, Jona! Një pastrova të po një bajka të gjëra, bërë aziz. Po. Jo, dhe barë. Po, faleminderit, se unë jam vetëm ke gomerët. Po, më thuj, po... Gomarët. Atër, fermer, një detyrë e rëndësishme ju pret sot. Punimi i tokës. No, të gjithë ditën i Bel. Sa e thash? Në ferm ka ardhur një specialist nga Inda, i cili do t'ju tregoj mënyrën e saktë të punimit të tokës dhe përdorimit të pajisjeve. Dëgjoni me kujtes. Mësoni dhe më pas do të duhet të realizoni vetë këtë proces. Pra do vi, do na e shpjegoj, do na tregoj dhe neve do na i lejnë dorë, ta bëjmë vetë. Tregoni të vëmendshëm sepse toka duhet punuar sot dhe do të mbillet nga vetë ju në ditët në vijim. Agaj pret nga ju përkushtim, bashkëpunim dhe seriozitet në këtë punë, gjë që ne i kena me shumicë. Sikurse edhe në punët e tjera në ferm kryesisht me kafshët. Kujdes me ndarjen e punëve. Tek kafshët, fermerët duhet të ndahen në grupe të organizuar. Fermeri bën ndarjen e grupeve para dite dhe pas dite, por kujdesi ndaj kafshëve duhet të jetë i përditshëm, si kundër dhe mjelja e lopës. Me rënjen e gongut,
grupet e përcaktuara të kafshët duhet të shkojnë me njëherë të kafshët çdo ditë. Do më thënë, mëngjes, ku nezën dritat, ragongu, çap gjonat kryesore, tualet, bla 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 bla, kafe më dorë ose ashtu dhe direkt kush e ka punën për të kafshët. Pra rënja e gongut është sinjalizimi që ne duhet shkojmë atje. Nuk ka rënje gongu dytë. I rënje gongu e parë është, ajo është sinjalizimi kush vonohet çdo ditë tham. Specialisti ju pret tek Agaj, që do shkoj tash unë. Njëri prej jush duhet shkoj ta marr. Po do vi dhe do shkoj marr. Po, mirë është i veshim, me që do dalim atje për jashta. Ti ke edhe gjërat sportive. Po, mundet kur si ke mund të veshësh edhe një kaperdin për sipër. Nuk është problem. Ka tolerancë. Jo, nuk duhet të duket që i ke, kupton? Se ti fshesh, vesh çizmet, kapardinën edhe nuk ka kohë. Po ajo duhet pastroj dorë.